Data 3 deri në 5 tetor, kisha e Shën Antonit në Tiranë, ngritur nga etrit minor franceskan, do të përkujtojë 800 vjetorin e kompozimit të kantikut të Vëlladielit nga Shën Francesku i Asizit. Titulli Kantiku i Vëlladielit u përzjodh nga vetë Francesku, duke u referuar krijesës së parë të përmendur në këngë, Diellit, që thuhet se është krijesa më e bukur dhe më e ngjashme me Zotin. Francesku, duke zgjedhur që të predikojë në mënyrë të thjeshtë dhe popullore, nuk shprehet në latinisht, gjuhë që përdorej nga kisha aso kohe dhe nga njerëzit arsimuar, por përdor gjuhën e popullit, pra dialektin e Umbrias në shekullin 12 dhe 13. Bëhet fjalë për një nga dokumentet e para me vlerë artistike që dëshmon shfaqjen e asaj që më vonë do të quhej si gjuha italiane. Kantiku i Vëlladielit është rasti më i njohur i vargjeve që krijonte Francesku, në mënyrë që vëllezërit e bashkësisë së tij franceskane t'i këndonin në fund të predikimeve. Po ashtu Francesku në mënyrë sa më të thjeshtë dhe të guximshme eksploronte misterin e errët të fundit të jetës njerëzore, duke ndriçuar atë me besim të thellë të krishterë, po ashtu edhe si hyrje në një jetë të re, të plotë dhe të përjetshme. Në këmbështrimin pajtues të Franceskut, vdekja nuk paraqitet më si një tmerr që rrëmben, por si një motër që të shoqëron. Ndërkohë, ditën e shtunë të këtij përkujtimi do të bekohen edhe 4 xhamat e ngjyrosur. Xhamat janë ngjyrosur sipas kantikut të Franceskut, teksa simbolizojnë 4 elementet klasik: tokën, ujin, ajrin dhe zjarrin. Përmes këtyre vitrazheve të reja do të kalojë Vëlladielli, i cili do të ndriçojë me dritën e tij hyjnore ambientet e kishës. E pra këtë të shtunë, besimtarët e krishterë do të kenë fest në kishën e Shën Antonit, ose siç njihet ndryshe edhe kisha e Atë Zef Plumbit. Për të folur për këto kantik, por edhe për vendosjen e këtyre vitrazheve në këtë kishë në kryeqytet, kam në studio Padre apo Atë Flavio Cavalinin. Mirëmbrëma dhe kënaqësi që ju kam në studio për të folur për këtë ngjarje, 800 vjetorin e kantikut të Shën Francesku të Asizit. Po, është një rast të veçantë që krentokën të mbot, faktikisht, sidomos promovuar nga franceskanet, por me një jehon jo vetëm në gjirin e kishës ose të franceskanëve, por edhe në botë laike, sepse Shën Francesku është një figura mesjetare, por shumë moderne, që flete jo vetëm besimtarët, por vlera që ai propozon, që është shumë prekshme edhe në kokën e vjetës, si në kokën e sotme, edhe në botë e kulturës civile, për shumë arsye, pse i prek tematika që janë afer zemrat tona e njerëz që jetojnë në këtë shekull. Për shembull, fakti që na propozon një përshpirtëri e një kod moral të vlerave, për shembull, që janë lidhur me problematike mjetësore, për ashtu quajtur ekologjin, por një ekologji shpirtërore, patjetër, por që vlerëson krijesat që formojnë banesa në të cilin jetojnë të gjithë ne, e që kemi për me mbrojtur, jo vetëm me shfrumzuar. Padre Flavio, e gjithë bota e feston këtë 800 vjetor kaq të rëndësishëm të këtyre kantikëve, pra nuk është Shqipëria e vetme në këtë fest. Jo, është shumë përhapur në këtë moment, edhe pse është momentin të cili hapet një përvjetor tjetër, pse vitin tjetër do tjetë të shekuj nga vdekja e Francesku, pse kantiku i Vëlladielit Francesku e ka kompozuar në vitin e fundit të jetës e tij, e ka plotësuar në prangun e vdekjes, fatikisht, që do të kujtoj në vitin tjetër. Për të arsye është një plot, një çfarë lloji testament shpirtërore, që përmbledh shumë aspektet e spiritualitetin e tij. Dua të di çfarë janë këto 4 vitrazhe që ju do të vendosni në kishën e Shën Antonit? Çfarë përfaqësojnë ato? Po, ka disa vitrazhe të tjera që kemi kryer gjatë vitit prej fillimit e ndërtimit të kishës, por tani e kemi menduar për me plotësuar një mesazh ikonografik franceskan brenda kishën tonë, se jemi në komunitet franceskan që shërben atje, kemi traditat tona, sensibilitetit tonë, e kemi menduar pikërisht për propozuar një vepër moderne, me një gjuhë artistike kontemporane, që tregon, që formon që një përmbledhje e kantiku, që ka brenda në tekstin e tij referimet për ata 4 elementa kryesore që filozofiat e vjetërve e kam njohur, e kam propozuar si
elementat kryesore, shtyllat që formojnë materia e kosmosit, që janë pikërisht toka, uji, zjarë e aer, që Francesku e quhet ashtu, nana tokës, vlau ujit, vlau zjari e motor aer. Do me thënë se ai e kryon një marrëdhënie që kryon një afërsin, e jo një distancë. Ne që jemi njerëzë nuk jemi një krijese që dominon në mënyrë frymëzues, po jemi vëllezër motra, pse jemi të gjithë jemi nashtuar dikush tjetër që as aty ai që ne quajmë krijuesi. Do me thënë se kemi një marrëdhënie vllazërore edhe me gjana që janë në shkallë më të ulët. Jemi detyruar për me mbrojt e për me mbështetur krijesat e tjera, e jo vetëm me sklaveruar në shërbimin tonë. Patre Flavio, këto 4 vitrazhe janë prodhuar në Shqipëri, pra janë punime artizanale, nuk është se kanë ardhur nga jashtë dhe kanë një teknik punimi shumë interesante. Po, vepra artistike të vitrazheve është një artë që njohen që nga mesdheu ka lindur në shekullit 12 në Francë kanë filluar, u përhapën ata në Europën dhe në Itali shumë shpejt. Një vëretje autobiografike se baba im e ka punuar gjithmonë në këtë fushë. Shtëpia ime ishte një laborator, pikërisht unë kanë lindur mes gjamat. E keni gjetur mjeshtrin e vitrazheve aq të zotin sa baba juaj këtu në Shqipëri? Po, fatikisht jam miq që kemi një marrëdhënie mirë nga shumë kohë. Jam mozaicist si formimin e tyre, po nga mozaiku e kanë kaluar në vitrazh, pse janë dy shprehje artistike që kanë afërsinë si koncept. Për të arsye kanë kaluar edhe në fushat e vitrazhve, e unë vërtet nuk kalon javë që nuk shkojnë atje, pse me duket si kur ka qenë fëmi, se vizitoj laboratorin e babin tim. Për të arsye bisatojmë, probojmë, diskutojmë. Andre Flavio, ndërkohë këto kantik janë përkthyer të gjitha në Shqip. I ka përkthyer Ernestina Alili në bashkëpunim me ju. Po, Ernestina... Mund të shijohen jo vetëm në gjuhën origjinale në italisht, por tani më edhe në Shqip për të gjithë besimtarët, por edhe njerëzit që kanë kuriozitet për të mësuar diçka më shumë për Franceskun e Asizit. Po, në fakt kemi përgatitur një broshurë të cili propozohet teksti origjinal në italisht e shekullit 12, por përthyer në Shqip, edhe me një parafrazë që ndihmon, do me thamë, kemi ofruar mundësi për me shijuar një fije edhe gjuhën, por edhe koncepte që janë brenda gjuhën, gjuha poetike, sidomos. Asta ere parë, ka qenë disa botimet për para, por nuk ka qenë shumë përhapur në publikum. Edhe ata etari tonë të vjetë nuk kam bërë një përsim. Unë e di për përsimet e vjetra në ambientet e arbreshve, për shembull, por në ambientin tonë nuk u përhap shumë kjo aspekt. Ndërsa në Italia është shumë i famshëm, përse është vepra artistike pare gjuhën italiane, për të çdo student e filon nga San Francesco me studiuar letërsi. Çfarë na mëson, çfarë na thot figura e Shën Franceskut të Asizit? San Francesku i Asizit... Tani që festojmë dhe 800 vjetorin e këtyre kantikve. Po, figura është një figura shumë polidirektike, që e ka frymëzuar shumë Papa Francesku, që kemi njohur në kokën e fundit, ai e ka qenë frymëzuar shumë nga personaliteti shpirtëror e njerëzor e Shën Francesku. Francesku vllau i të gjithëve. Flet për një vllazëri universale. Vllazëri universale, është një koncept, imagjinoni që jemi në plot besjetë, një situata plot me luftrat të ndryshme, në mes e një kruzadë që ai e ka jetuar në mënyrë origjinale. Edhe ai ka shku në tokën e shenjtë, në kokët e kruzadëve, por ai e kemi dëshmit në kronikat e kokës, e ka shkuar jo për me luftuar, por për me bisetuar me sultanin e Egjiptit.
e ai ka kaluar nga kampi të krishterëve e ka kaluar në kampi të musulmanëve e ka qenë misafir atje duke bisatuar për çështje teologjike e spiritërore me sultani për disa ditë, mas ka thënë mbrapa, të gjithë ka qenë mrekulluar si ka shpëtuar jetën, ka qenë njeriu i dialogut. Për të arsye na frymëzon në momentin shumë konfliktual që jemi duke jetuar edhe sot edhe në lindjen e mesme për shumë arsye. Pra është një tekst aktual edhe sot e kësaj dite. Po. Është një frymëzim fuqishëm për me guzuar për paqe, me guzuar për dialogun, me afruar njerëzve, jo të shikuar me njerë një arbik, por dikush që bashkan dalë disa vlerët, ndoshta jo të gjitha, po disa po. Filon me që ka kemi. Pra është një kantik që ka edhe vlerë edukative, gjithashtu. Po. Edhe besoj për të rinjtë është një mesazh shumë fresk, sepse në radhën e parë na dëshmon si Francesco ka transmetuar në mënyrë që përdoret edhe sot, nëpërmjet këngë. Do me thënë, kjo është një tekst e një këngë që ishte muzikuar. Kemi shumë dëshmitë që ai ndërgonte fretet me kënduar në rastet e ndryshme edhe ky këngë. Ju i keni muzikuar këto tekste në Shqip? Ne, personalisht jo, por ka shumë vepra që janë frymëzuar si tekste muzike që propozon mesazhin, ka shumë. Pra, ta përsërisim dhe një herë, ditën e shtunë, do të zhvillohet ceremonia e vendosjes së këtyre vitrazheve dhe do të lexohet edhe kantik, pjesë nga kantiku i Shën Francesco të Asizit. Do të bëjnë kjo inaugurim me një bekim dhe një prezantim nga ana artistike, nga ana shpirtërore, për të veçanti që është unike këtu në Shqipëri, si program ikonografik nëpërmjet vitrazh. Padre Flavio, ju keni 32 vite në Shqipëri. Kam përshtypjen më shumë vite në Shqipëri se sa keni jetuar në Itali, keni ardhur në 1992. Çfarë ju solli në Shqipëri? Ka qenë dashuria me shikimin e parë, thonë. Do me thënë se unë ka qenë të requr në mënyrë pa shpjegueshme nga situata, nga mundësi për me zhvilluar misionin tim tu në Shqipëri, një moment shumë turbuluar, turbuluar edhe me shumë problem, mungon të buka. Ka qenë vite shumë vështira, në çdo pikpamje. Po, çdo pikpamje. Për të arsye e kemi provuar situata filestare, evolucione, kemi kaluar nëpërmjet 97, kemi kaluar në 99, me Kosovën, me lufta, me gjëra, kemi pasur shumë aventurat interesante, por që nga ka pasuar shumë nga ana njerëzore, se nga ka ofruar mundësi për me bashkëndar problematikat, ndjenjat njerëzore në situatat të ndryshme, me njerëz çdo lloji, pa kufire dhe as fetare, as njerëzore. Dhe misioni juaj ka qenë dy fish i vështirë, sepse jo vetëm që vinit në një vend të huaj, jo vetëm që vinit në Shqipëri dhe dihen vështirësitë e asaj periudhe, por keni shkuar fillimisht në veri të Shqipërisë, në Shkodër, në Dukajgjin. Dukajgjini në atë kohë ka qenë një zonë jashtëzakonisht e vështirë, shumë e ashpër, nuk ishte rrugë, telekomunikacioni po thjesht mungon të fare. Kemi pasur radio në makinë, edhe ata nuk funksiononte atje në mes të maleve. Për të arsye ishte gjithmonë një aventurë. Po, pjesa e parë e misionin tim ka qenë me bazë në Shkodër, në Konventin e Fretëve Shën Francesco, që ekziston në Gjugadoll akoma. Por në drejtim pikërisht e Dukagjinit, zona Dukagjin, Tropoja, Shala, pjesa tje Thesi, por ishte një aventurë çdo herë me shkuar. Ndimër ishte edhe më e vështirë, për shkak bllokimit nga Bora. Balt, Bora, Akull. Sot ktheheni përsëri në për ato zonat e veriut? Shumë kohë që nuk shkoj, e marangjitën, po të një në Tiranë, është shumë vështirë. Por e kanë shumë për zemra. Në vërtet, unë ka qenë shumë preku që nga dita e parë, pse dita e parë ka ardhur në Shkodër, ditën e dytë ka shku në Kiri, në zemër e Pultit. Do me thanë, e kanë tha, kjo është vendi ime.
me ka preket gjithmonë, e tani ku takojnë shumë njerëz që tani ndoshta kanë zbritur, edhe na takojnë e kujtojnë shumë gjëra së bashku. Shpesh e kanë fjetën në shtëpinë e tyre ashtu kur Atë nga eksperienca juaj personale e këtyre 32 viteve të shërbimit në Shqipëri, cila është marrëdhënia që kanë shqiptarët me besimin, duke pasur parasysh që për shumë vite besimi në Shqipëri u mohua? Po. Ka nivel të ndryshme. Ka njerëz që vërtet janë përmbytur në shpirtin autentik fetar, unë flas për shpirtin e Ungjillit si krishter ashtu. Disa njerëz janë malirur me zakonat, me disa rritet e zakonat në nivel tjetër. Disa tjetër, një pjesë mirë e interpreton antarësinë një fe, një religion si një çfarë lloj përkatësia shoqërore, kulturore, ma shumë si një flamur ashtu një flamur sociologjik ma shumë se fetar tamam. Kemi nivele të ndryshme. Disa janë indiferente, konkrete, disa janë kundër. Kush vjen sot në kish? Kush vjen sot në kish? Vjen njerëz krejtë normal, kemi, nuk ka mori balë, unë flasë për kishën time, ma kemi në rinjtë që angazhoke, banë shërbime regulliste, janë universitar, janë gjinazistë, mërë pjesë edhe në mesim, por edhe në shërbimet e ndryshme që zhvillohet, aktivitetet që bajnë me ata që janë më të vegjël, për shembull në kokë verjokë, banë kampet, aktivitetet ashtu rekreative, edhe për çka katekizmi, do të thënë formimi fetar që transmetohet brenda komuniteti, po e ka bashkëpunim. Ka shumë familjat që janë familjat mjaft e re, kanë fëmijë të vegjël, janë shumë angazhuar, pse janë njerëz që janë stabilizuar, ndërsa të rinjt shpesh rriten pak, po ikin, shkojnë, emigrojnë, ndërsa ata që martohen e fillon me pas shtëpi, me pas kalama këtu, atëherë ata janë pjesa ma stabile që jepin një kontributi ma interesante, ma fuqishëm për jeta e komunitetit. Patre, cili është qyteti juaj i lindjes në Itali? Ku keni lindur? Unë, këllasë më falim, kanë lindur në Verona, në veriut të Italisë, janë Venedik, janë. Kemi një historia vjetër me Shqipëri. Ju merë malli për atë dheun tuaj? Shkoni shpesh në Itali? Kur jam atje, mendoj që se janë të baktu. Do me thamë, shkoj për kokën një javë 10 ditë ashtu, edhe pse ka akoma nana e gjallë, që ka nevoj për mua disa herë, por nuk rrim ma shumë se 10 ditë zakonisht. E një përsëri të grigja juaj. Ku janë atje, gjithmonë janë të menduar për këtu, ose janë të bërgatitur diska me kompjuter me ndërguar këtu. Çfarë ju mban ende në Shqipëri? Unë kam edhe disa interesat për formimin tim personal. Unë jam biblist si formimi të studimeve. Kam studiuar në Jeruzalem, në tokën e shenjtë, në Izrael e sotme. Teologjia biblike, edhe geografia biblike, edhe arkeologjia. Lidhur me Biblen, por me ambienti e lindjes së mesme, e njoh mjaft mirë, si Izraeli, Egjipti, Sinai, Jordania, ka qenë zona, edhe Turqie kanë vizituar, disa pjesa, si tu se marrë francishme, për historia e krishterë. Për të arsye, kanë transferu kjo intereset e mia, këtu në Shqipëri, ku ka mundësi, ndjekë garbimet, kanë disa mikë nga Instituti i Arkeologjisë, si Gzim Hoxha, disa tjetër, ne kemi bashkëpunu, kemi ba disa puna edhe se bashku, kemi botuar se bashku, edhe disa artikuj, me karakter i epigrafin latine që ashtu në Shqipëni. Në kokën e fundit ka ba një broshurë i vogël për me ripropozuar si në vëmendje të njerëzve këtu në Shqipëri, pëse as po ka njohur çështja e Rruga Ignaqia. Rruga Ignaqia është një sezar vërtet që duke me zbuluar
me frymzuar më mirë, me mbrojtur. U mërzitët kur pat ato pamje të rrugës së shtruar me asfalt? E kam pa para punimet, gjatë punimet edhe mas punimet. Besoj se, këtu mungon kultura e restaurimit. Në Itali kemi kultura shumë forte për këtë punë. Italia banë rekord, është vendi që ka më shumë... Një skembim do t'jetë më i frushme, pse rrezikohet se me shumë vullnetin e mirë, edhe me kapitalet, se duhet me investu diçka, bakën një punë që ndoshta e ka çdo qëllim mirë, por nuk shkon atje kur duket, pse mungon disa kriteret, e kjo është. Shpresojnë se ka akoma shumë zonat që janë paprekur, besoj se do t'jenë ma mbrojtur, ma mirë dhe vlerësuar, sidomos. Padre Flavio, kjo juaja nuk është punë, është një mision jete. Një mision që zakonisht njerëzit e veshur me petkun tuaj e vazhdojnë deri në fund të jetës. Një mision nga i cili nuk ndajen asnjëherë. Është një punë pa rogë, jetojmë me ndihmat e besimtarëve, fatikisht nuk kemi shumë kapitalizimet o fondet o mbështetje, pse shpesh njerëzve ka Vatikani asë larga. Jemi ne me nduar tona që punojnë, kërkojnë dhe e gjenë ndihme, disa herë jashtë Shqipërisë, sidomos në kokën e vjetë, po tani brenda mundësi, shumë gjëra bëhet edhe këtu me forcat tona e me energji tona. Megjithatë edhe shembulli që dha Papa Francesku kur vdiq, u mësua që nuk ishte para në llogarinë bankare, sepse të gjithë e kishte dhënë për bamirësi, dhe zgjodhi të varroset me këpucët e ngrëna dhe të konsumuara, që kishte këpucët e famshme, të cilat kishte kryer me 10 misione jashtë Italisë. Pra, në fund të fundit, kur ikim nuk marrim asgjë nga kjo botë. Po, ka thënë Papa Francesku, arkivoli nuk ka gjepat. Padre Flavio, ka të rinj që kërkojnë apo zgjedhin të ndjekin gjurmët tuaja? Pra të marrin rrugën e vështirë të këtij misioni, që ka shumë privime, por ka dhe shumë kënaqësi dhe dashuri njerëzore. Po, ne nuk kemi një numër madh në Shqipëri, jemi gati 25, me duket paka shumë fretet huaj, me origjinë huaj, unë janë nga naljetë e gjasë që kanë edhe pasaporti shqiptar, por janë huaj si Indja. Atëherë jemi vete në dy, tjetër janë të gjithë shqiptarët, ka disa të rinjtë që janë në studimet, në formim, qëndrojnë në Shkodër, disa qëndrojnë jashtë shteti për vërtuar disa kurset e gjanët e tjera. Ka një numër, jo i malë, por për numër që jemi e siguron një renovim dhe vazhdojshmëri e komuniteti franceskane këtu në Shqipëri. Padre Flavio Cavallini, ju falenderoj shumë që ishit në studio. Ju falenderoj për bisedën që bëm për kantikët e Shën Francesku të Asisit, por edhe për këtë njohje me jetën dhe misionin tuaj në Shqipëri, një mision që zgjat prej 32 vitesh. Ju falenderoj shumë që ishte. Ju përshëndesit me përshëndetja franceskane, pace e mirësi. Pace dhe mirësi, ju falenderoj shumë.